Gjykata e Vlorës ka lënë në burg dy ish drejtues të lartë të Aluiznit si dhe heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për 3 vjet, pasi kanë legalizuar prona me dokumente false. Dy ish zyrtarët janë të parët që dënohen nga procesi gjyqësor, ku është i pandehur edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika. Gjithçka ka ardhur pas një hetimi të prokurorisë së rrethit gjyqësor Vlorë. Kjo gjykatë shpalli fajtor ish drejtorin e Aluiznit në Vlorë, Roland Tafilaj, duke i dhënë dënimin 1 vit e 6 muaj heqje lirie dhe me 1 vit burgim, ish përgjegjësin e sektorit urbanizimit të këtij institucioni, Besnik Zërra, të dy të akuzuar për shpërdorim detyre. Të dy të pandehurit kanë kryer në kundërshtim me ligjin dhe aktet nënligjore dhe në mos përputhje të rregullt të detyrës së tyre, kualifikimin për legalizim të 3 objekteve informale dhe të parcelave ndërtimore të ndodhura në vendin e quajtur 3 Racat në Vlorë, duke lejuar më pas dhe vazhdimin e procesit të legalizimit. Dy zyrtarët e lartë të Aluiznit në Vlorë janë pjesë e të njëjtit proces gjyqësor, ku është i pandehur edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika, për shpërdorim detyre.